Humbja e vlerave njerëzore. Më poshtë, do t'i japim disa prej qortimeve dhe fajsimeve të përmendura në Kuran për njeriun. 1. Ai është shumë shtypës dhe i paditur. Ne u afruam amanetin, obligimet qiejve, tokës dhe maleve, e ato nuk deshen ta marrin përsipër atë dhe u friksuan prej tij, ndërsa njeriu ata e mori mbi vete. Dhe ai i bëri pa drejt vetes dhe ishte i padijshëm. 2. Njeriu është mos mirënjohës karshi krijuesit të tij. Ai u dha jetën, u bën të vdisni e pastaj u ringjall. Vërtet, njeriu është përbuzës. 3. Njeriu kur s'ka nevojë për asgjë, kthehet në mendjemadh dhe fodull. Jo, është e vërtet se ai i kalon kufit, për shkak se e ndjen veten të pavarur. 4. Njeriu është i ngutshëm dhe gjak nxehtë. Njeriu e tepron lutet për keq, ashtu sikurse lutet për mirë. Por Zoti nuk e pranon lutjen e tij për keq. Njeriu nga vetë natyra e tij është i ngutshëm. 5. Njeriu kur ka nevojë i lutet Zotit dhe pas mbarimit të hallit, ai e harron Zotin dhe të mirë. E kur njeriu e godet dëmi, ai na lutet qoftë shtrirë, ulur ose në këmbë. E kur ne ja largojmë të keqen atij, ai vazhdon sikurse të mos na ishte lutur fare për dëmin që e pat goditur. Kështu, kriminalëve u duket mirë ajo që veprojnë. 6. Ai është më kryeneçi dhe më i ngutshmi nga të gjitha krijesat. Në këtë Kuran, ne shtruam çdo lloj shembulli për hir të njerëzve. Po njeriu, jo besimtar, më shumë se çdo tjetër, është kundërshtar. 7. Ai është krijuar ziliqar. Është e vërtet se njeriu është i prirur të jetë i padurueshëm. 8. Njeriu është i paduruar dhe mos mirënjohës. Pse kur e godet ndonjë e keqe, ai ankohet së tepërmi, ndërkaq kur e gjen e mira, ai bëhet tepër koprac.